Pse nuk duhet I detyrojmë të sëmurët të hanë? Kur një njeri që ne e duam fort sëmurët, bota jon përmbyset. Shpesh ndjenja e pafuqisë për ta shëruar na shtyn drejt një instikti të natyrshëm njerëzor, dëshirës për të kujdesur për të. Dhe në mendjen tonë, kujdesi më I madh përkthehet me ushqim. Duhet të hash që të bëhesh I fortë, duhet të pish që të kesh fuqi të luftosh sëmundjen. Këto janë fjalët që dëgjohen në çdo shtëpi ku ka një të sëmurë. Nga dashuria e madhe, ne fillojmë t'i nxisim, t'u bëjmë presion, e her pas here, edhe t'i detyrojmë ata të gëlltisin ushqim apo pije, edhe atëherë kur trupi I tyre thotë jo. Por apo I ndihmojmë vërtet me këtë këmbgulje, apo pa vetë dije, po u ashtojmë edhe më shumë vuajtjen. Sot, mjekësia moderne po zbulon një sekret që ka të bëjë me biologjinë e trupit në kohë krize. Por ajo që I mahni të gjithë është se ky sekret është thënë me saktësi absolute 14 shekuj më parë nga njeriu që nuk doli kurrë nga goja e tij asgjë tjetër përveç se mëshirë dhe udhëzim. Në librat e famshëm të traditës profetike, si në Sunetin e Ibn Majhes dhe Tirmidhiut, është regjistruar një thënie jashtëzakonshme e profetit alayhis salam, e cila qëndron si një rregull I artë për të gjithë ata që kujdesen për të sëmurët. Profeti Muhammed alayhis salam ka thënë: "Mos I detyroni të sëmurët tuaj të hanë dhe të pinë, sepse vërtet Allahu I madhëruar I ushqen dhe u jep të pinë atyre." Në shikim të parë për një mendje si përfaqësore, ky hadith mund të ngrej pyetje: si ushqen Zoti? A do thotë kjo se ushqimi zbret nga qielli në mënyrë magjike? Jo. Ky është një udhëzim I thellë shkencor dhe shpirtëror. Profeti alayhis salam po na tregon se kur trupi I një të sëmuri refuzon ushqimin, kjo nuk është një shenjë të shtimi, por është një mekanizëm mbrojtës që Zoti e ka programuar brenda nesh për të ruajtur jetën. Sot, mjekësia dhe fiziologjia moderne e vërtetojnë plotësisht këtë porosi profetike. Kur trupi I njeriu preket nga një sëmundje, infeksion apo traumë e rënd, sistemi imunitar ndez një alarm të madh. Ai ka nevojë për çdo pikë energjie që disponon për të luftuar armikun, virusin ose bakterin. Procesi I tretë së ushqimit është një nga proceset që harxhon më së shumti energji në trupin e njeriu. Kur ne ham një vakt, stomaku dhe zorët kërkojnë një sasi të madhe gjaku dhe energjie metabolike për ta zbërthyer atë. Nëse ne detyrojmë të sëmurin të haj, trupi I tij detyrohet të ndërpres luftën kundër sëmundjeve dhe të zhvendosë energjinë të tretja. Kjo e lodh të sëmurin dhe e ngadalson shërimin. Për më tepër, gjatë sëmundjes trupi kalon në një proces të quajtur autofagji, vetë ngrënie e qelizave të dëmtuara dhe fillon të përdor rezervat e tij të brendshme të yndyrave dhe glukozës. Ky është saktësisht kuptimi shkencor I fjalëve të profetit alayhis salam: Allahu I ushqen ata. Trupi I tyre po ushqehet nga brenda përmes mekanizmave të përsosur që krijuesi ka dizenjuar brenda biologjisë sonë. Refuzimi I ushqimit është thirrja e trupit, më lini të qetë të luftojë sëmundjen. Ky parim I mbrojtjes dhe lehtësimit për të sëmurin buron direkt nga vetë Kurani famlart. Zoti I gjithësisë, I cili e ka krijuar njeriu, nuk kërkon kurrë që adhurimet apo detyrimet e fesë të bëhen shkak për dëmtimin e shëndetit. Në Kuran, kur flitet për agjërimin e muajit të Ramazanit, që është një nga shtyllat më të rëndësishme të Islamit, Zoti e liron me njëherë të sëmurin nga ky detyrim. Allahu I madhëruar thotë: "E kush është I sëmur ose në udhtim, le të agjëroj aq ditë nga ditët e mëvonshme. Allahu me këtë dëshiron lehtësim për ju e nuk dëshiron vështirësim." Surja El-Bekare 185. Shikoni se sa bukur lidhet Kurani me traditën profetike. Nëse vetë Zoti e liron të sëmurin nga detyrimi për të mos ngrënë kur agjërimi e dëmton, e njëjta logjik vlen edhe për anën tjetër. Ne nuk duhet ta detyrojmë atë të hajë kur trupi I tij nuk është gati. Allahu thot po ashtu në surën En-Nisa në ajetin 29. Dhe mos e mbytni veten tuaj e asnjëri tjetrin. Vërtet Allahu është gjithmonë I mëshirshëm me ju. Detyrimi I një të sëmuri për të konsumuar ushqim me forcë mund të çojë në komplikime të rënda, si mbytja e ushqimit në rrugët e frymarrjes, aspirimi, të vjedhë apo rëndim të gjendjes. Kjo bie ndesh me parimin e madh kuranor të mëshirës dhe lehtësimit. Si duhet të sillet atëherë një musliman apo çdo kujdestar kur I sëmuri nuk dëshiron të hajë apo të pijë? Urtësia islame dhe mjekësore na mëson se ne duhet të jemi të pranishëm me putësi, por pa presion. Së pari, ofroni, por mos detyroni. Mund t'i ofroni ushqimin apo ujin në porcione shumë të vogla, me lugë apo pikatore. Nëse ai refuzon, hiqeni pjatën pa e bërë të ndihet në faj. Së dyti, lagni buzët dhe gojën. Shpesh të sëmurët kanë etje, por nuk kanë fuqi të gëlltiten. Mjaftoni t'u lagni buzët ose t'u jepni pak akull të thyer. Së treti, përqendrohuni te ushqimi shpirtëror. Në ato çaste, I sëmuri ka më shumë nevojë për qetësi, për duat tuaja, për prekjen tuaj të ngrohtë dhe për leximin e Kuranit të rukjes që I sjell qetësi zemrës.
Profeti a.s. kur vizitonte të smurët, u qëndronte pranë kokës, u vendoste dorën e tij të bekuar mbi ball dhe u thoshte fjalët shpirtërore që u angrinin moralin, si: mos u shqetëso, kjo sëmundje është pastrim për gjunahet e tua në dasht Allahu. Në fund të ditës, kjo porosi na tregon sërish se sa e përsosur është feja islame. Ajo mbron trupin, po ajsa mbron edhe shpirtin. Ajo që profeti Muhammed a.s. e tha si një këshill të thjesht për besimtarët analfabetë shkretëtirës 14 shekuj më parë, sot është një protokoll mjekësor në spitalet më të avancuara të botës. Të kujdesesh për të sëmurin është një nga rrugët më të shpejta që të çon në xhenet, por ky kujdes duhet të bëhet me dituri dhe me vutësi, jo me padije dhe me forcë. Respektoni trupin që Zoti e ka krijuar dhe besoni në mençurinë e tij. O Zoti plot fuqishëm dhe i gjithëmëshirshëm, dërgo shërim për të gjithë të sëmurët tanë, na jep durim, urtësi dhe butësi për të shërbyer atyre ashtu siç ti kënaqesh. Na bëj prej atyre që ndjekin në rrugën e ndritur të profetit tënd në çdo detaj të jetës dhe na bëj dritë lehtësimi për të gjithë ata që vuajnë.